nuk na marrin dot më sysh se ne, përveç kësaj, po ne kemi nuk na marrin dot sysh se ne flasim gjuhën tuaj. Dhe kush e flet më mirë se të gjithë gjuhën tonë? Banka Credins, që është banka më e mirë, më e besueshme, më e drejtë për drejta me klientin dhe më e sigurta. Sinonim i garancisë dhe i suksesit. Dhe mi jo, të gjitha flet gjuhën tonë. Ti e bankiere e hershme. Bankiere. Dhe ti rrallë beson. Dhe kur besoj normal. Ndodh. Por banka Credins është banka Credins. Atere, prezentojmë panelin direkt, mos e ishte janë aty mbajet e janë, te e mrekullueshme dupi e quaj unë. Suela Koçibelli, fantastike. Nuk e di se i keni bërë ato milionat e shikimeve të dyja, kështu sikur janë në buke gjallë. Por kësaj radhe shikime do t'i marri Roland Islami, avokati mrekullueshëm, mik i dashur i studios Bardazi. Dhe vjen për herë të parë Albano Zhapa, ja ishte një dashamirës jashtëzakonshëm i emisionit Bardazi. Ka një defekt të vogël, është nga Vlora. Po ky defekt i ka përzyeshëm, do ta ka përxejnë gjatë emisionit. Nga Vlora Labe, jo nga Vlora. Vlora ta mëmba. Mirë, do të flasim sot për sherri në shtëpi, që është, le të themi, i pranishëm në të gjitha shtëpit. Kush më shumë dhe kush më pak. Në një dy nuk është. Janë një dy që nuk është. Kush janë këto dy? Jo, po të dia, veja u bia vetë sherr. Dhe kur plas sherri, duket sikur ka plas magjia. Dhe me qënë se ne herën e kaluar para 2 puntatëve, e trajtuam emisionin e magjis, kishim dhe Priftin dhe Hoxhën, dhe na doli me shumë surpriza i emision. Ani, kush janë iniciatorët e sherrit, Tea? Nga vjen sherri? Nga magjia? Nga sherri. Sherri vjen nga sherri. Po magjia, sherri? Shego, kur ka probleme, dhe thuhet që ka magji. Kur gjërat shkojnë mirë, s'ka pastaj kështu, magji. Unë mendoj që sherri në familje vjen për çdo gjë. Për çdo gjë. Janë mbi 2 veta në familje, se mendoj që t'jenë mbi 5, edhe është normale që të mos bien dakord për zgjidhje të ndryshme. Në rastin më të mirë kur çifti është shumë komunikues që ulet diskuton për diçka, ndonjëherë bien dakord, ndonjëherë s'bien dakord, mënyra se si flasin, sa tolerojnë. Sa po e tjerë, edhe po dua të flas për ato çifte që shkojnë mirë. Është brezi i ri apo brezi i vjetër? Nga palët, të gjitha palët. Ja, hajde Roland, nga fillon sherri. Faktikisht unë doja ta nis me një thënie të Tolstojit, që ka thënë që nuk ka familje të lumtura të ndryshme, por familjet e palumtura janë ato të cilët ndryshojnë palumturinë e tyre sipas mënyrës që ato zgjedhin për sherr. Në rastin konkret, sherrin vetvete nuk është mungesë e dashurisë. Nuk duhet ta shohim sherrin si mungesë e dashurisë, por duhet ta shohim është dashuri e madhe. Duhet ta shohim si një dashuri përderisa nuk është prania e policit. Ose të dua. Duhet ta shohim si mënyrë të zgjidhjes së problemeve, derisa ne nuk e thirrim policin. Pra, në çdo familje, pavarësisht nëse kemi të bëjmë me familje në qytet, ose familje në fshat, familje me pllaka betoni, ose familje me mermer, sherri është i pranishëm. Ndryshimi i sherrit është nga zhurma në cilën ndjejmë, pra do të jetë zhurma e telefonit që përplaset, apo zhurma e kapakut të tenxheres. Pra, duke sjellë përpara këtu ne kemi një problem. Në dy rastet si të duket kjo zhurma aty? Zhurma është e mirë derisa nuk përfundon në gjykat, pra derisa nuk shkojmë në komisariat, derisa nuk kemi pasoja, sherri është i mirë. Është i mirë sherri? Po, është i mirë. Nëse gjyshetona thonin të ishte i mirë e mbillnin baçe. Heshtja është vrastare. Unë besoj që heshtja në familje është vrastare. Heshtja është vrastare. Heshtja e vret familje. Sheri komunik. Me celular është dhunë. Sheri është pastaj nëse s'kemi dhunë, pra thash derisa nuk është prania policit. Jo, dhunë ke edhe nëse s'vjen polici. Jo, edhe kur s'vjen polici, kur erdhi polici e mra pastaj. Ai është krim. Kur vjen polici ke krim në familje. Por derisa nuk është krim, sheri është i domosdoshëm. I domosdoshëm sheri? Tani, si mendoj, jo sheri, qëfar quajmë sherë, pra, nëse ne e marim sherin, ta marim, dy njerës që ngrejnë zërin, dy njerës që ngrejnë zërin, e ngrejnë zërin për të zgjidhur problemin, apo e ngrejnë zërin për të
Suela. Zakonisht, kur dy njerëz ngrejnë zërin, asnjëri se dëgjon tjetrin. O, të Kjo është e garantuar, domethënë, kështu që... Dakord, por jo të dyta ngrenë zërin. Prandaj sheri nuk duhet të jetë sher satanik, themi ne. Pra duhet të jetë sher që të ketë brenda besim dhe dashuri. Po ndahet. Po ka besimin dhe dashurisë, s'ka sher. Vlora, si e kemi sherin? Sherin si e kemi në na Vlora? Mër nami ka dalë këtyre, se këta janë të butë. Si këta, i është vlonjatët për vetëm. Blonjatët janë të butë. Mirë ju tha. Ashtu, Mos bëjmë shertë. Ata që njohën të butë janë. Tani, në çdo Ka një 2-3 javë. sherri është faza e tretë në çift, domethënë faza e parë është komunikimi, se pos pati komunikim s'ka as sherr. Pra komunikimi është i parë. Pra, e zauron komunikimi, thua ti. Pari është komunikimi, i dyti... Ska komunikim, Jo, nëse s'ka komunikim, s'ka sher, mbaron, aty heshtja është njerëzit vrastare. edhe nuk flasin, ore, prandaj. Jo, nëse nuk flasin, mos folja, heshtja është Jemi tek e dytë. Gjëra keq I kuptohen. dyti, faza e dytë është debati, dhe mbas debatit vjen sherri. Tani, çfarë ndodh? Ai debati me sherrin e shumë afër. debati sherrësh, për atë kishim fjalën ne. Kalon në një fije peri, sepse Kalon në një fije peri debati nga çështja e debatit, shiko, ne jemi ulur, jemi një tryez. E po bëjmë sherr. Njerëzish, kështu që çdo njeri ka informim të ndryshëm. Ka informim të ndryshëm dhe në qoftë se ne nuk bijem dakord mbi kuptimin e gjërave, atëherë i bie. Jo. Nuk është çështje leksioni, është çështje kuptimi. Shiko, para se ne ta ndajmë, se shiko mua, ky është jurist nga pedagogjist. Për këtë, për avokatin, çfarë është sherr për mua është dialog. Jo, s'ka lidhje me klientelën. Ja të marrim një shembull, jo të marrim një shembull. Po sjellim një shembull të komunikimit, mungesës komunikimit dhe të sherrit. Një çift me 3 fëmijë, në një komunikim që kisha unë tha, dëgjoj, kur do ma bësh ta të zgjidhjen e martesës? Falë tash, po ti pse u ndave me gruan? Po tha ja, tha, bëra dhe i thashta të ndajemi, tha, ne ish kështu diskutim, tha, nuk diskutuan fare, tha, ajo i mori fëmijët dhe iku. Jam i sigurt që ato po të kishin bërë debat, dhe po të kishin bërë sherr. Po të kishin bërë sherr, do ishin rrallë. Nuk do ishin ndarë. Dhe tani, çështja është mungesa e komunikimit që ato kishin për 2 vite, që ato kishin komunikim. Sherrit ajde, vetëm këtë kam dëgjuar. Unë bëra një fillim dhe thash që sherr ka kur nuk dëgjojmë. Kështu që do bëj thirrje të dëgjojmë njëri tjetrin. E para, e dyta. Mbaj mend një shprehje, po që besoj që përdoret rëndom tek ne është që të funksionojë që shtëpi pa sherr. Unë thash kur ne nuk dëgjojmë, s'ka fare, aty mbaron. Po pra më dëgjoj atëherë, po më ndërpret dhe i bie që s'po më dëgjon. Kështu që vendosim të rregullat në tavolinë. Sherrin bëjnë në shtëpinë tuaj. Duhet ndajmë të bashkëtojmë sa rregulla, pastaj nëse ne nuk i vendosim dot rregullat në tavolinë. Si do vendosen rregullat në një familje? Ja pra rregullat vendosen kur dëgjon palën tjetër. Avokat në studio, këtu ka rregulla. Prokurorja. Prit ta vendos, pas bëhet fjalë. Tani Pjesë të ftuar ka shkelur rregullat e emisionit. Ishte telefonat nga tabelina. Jo, shpikur telefon. Jeshi pare. Jeshi mbrapa. Se dim Jeshi mbrapa. Kam rregulli bardhazia. Ti po imponosh. Jo, ti po imponosh, Nuk të lutem që ta mbaroj fjalimin. Atëherë, sherrët të lutem. Sherri, fjala jonë popullore është që po themi s'ka shtëpi pa sherre. Tani, po nga ana tjetër kemi një shprehje tjetër që kur ka shtëpia sherr, diçka e keqe do ndodh. Pa i kemi ca besëdi që ndonë. Nëna tona e thonë shpesh. Sherri sjell të këqija. Mos ndill keq thonë. Mos ndill keq. Tashi, burrat bëjnë sherrë ndryshe, ndoshta gratë bëjnë sherrë ndryshe dhe këtu është dallimi që ta bëjmë diferencën. Si është dallimi tani? Po ja, pra ky është dallimi. Që nëse besimi im është që sherri nuk zgjidh gjë, pra kur ne kalojmë në sherr ose të paktën se si unë e kuptoj sherrin, se duhet përkufizojmë sherrin, është diçka e cila është konfliktuale dhe shkon në pikën që është kacafytje dhe nuk ka asnjë predispozit për dëgjuar tjetrin. Ky është këndvështrimi juaj. Derisa nuk kemi policë. Nëse ti na sjell policin në dhunë, kacafytja është tjetër. Ka të mira sherri, unë mendoj që kur ka shkuar deri në sherr, nuk kemi as dëshirë për ta kuptuar gjën. Tani, nëse ka nervozizëm në familje dhe kjo është normale, sepse ka nervozizma në familje, kjo është një thirrje për të kërkuar ndihmë. Pra dy njerëz që janë në familje po kërkojnë ndihmë në lidhje me diçka. Dhe kryesisht sherrin e nisin ata që janë fajtor. Pra ata që ndjehen në faj në pozicion me situatën që ka ndodhur, janë ata që edhe nisin sherrin sepse është mjet mbrojtës. Sulmi është mjet mbrojtës. Shpesh herë përdorin sulmin për të kaluar pastaj në avantazh. E edhe poshtë atë kundërshtor. Po mirë, dëgjoj. Kur plas sherri, nuk kemi më turp nga komshinjtë që na ndan një cop muri. Komshiu zgjidh për vetë o gru.
Tani, Po ka menin nga ty, a ishte a do Po komshiu bëndasën kur zi është i të për qa pozien. Gjë shumë bukur e ka thënë. Ajo që është debat për ne për komshiu në sherë, dhe ajo që është sherë për komshiu për ne është qëtësi. Pra, gjdo familje, gjdo qift ka një lidhje komunikimi që ka subjektive. Qarë. Se kanë kaluar periudhën e provës, ata u fejuan një Erioni, pastaj bëri Pastaj ka njerëz që pastaj sherri sherrotën edhe me zëtullët, me nuk e dëgjon njëri fare. Ajo Dhe kanë thënë fjalën e fundit. Aman, si është pysherri me zëtullët? Si është pysherri me zëtullët? Si që thë të rëbëllsh? Është vetëm me shikimin do njëherë mjafton. Çështja është që nëse i referojmë për Galileu ka qenë që kishte sherr nga gruaja për ditë. E dëgjonin për dita hypotetike. Ja, kupton që kanë studiuar, do të thonë ka studiuar sherrët e Galileut. I bërtiste, në fund mori kovën me ujë dhe alshoi kovën me ujë e lagu. Gruaja burin. Gruaja burin, pra. Dhe komshia që e pa një burr, Sokrati, po Sokrati kërkoi pjesë. Sokrati dhe tha gruaja që e pa, që e lagu, në fund e komshia që kishte pa që po e bënte këtë orë, ti tha ç'a burri jeta. Si ktheve një fjalë tha. Të lagut bëri ujë në mes pallatit. Po jo tha. Ishte ta koha me shi, tha, gjëmoi, bubulloi, tha, do zbardhet koha e ditë. E 20 vite koha e miraj. Pra çështja është që ne duhet të dimë nëse të dy palët ose familja, gjithë familja futet në sherr, kalon në dhunë. Por ne duhet të dimë se cili duhet të jetë kontrollori i sherrit. Pra, dhe kemi një thënje të madhe profetike që profeti Muhammed e sjellim këtu duke thënë që sherri thash është satanik, nëse shkon sa dik bëti keq, më i miri për jush është ai i cili është më i miri në familjen e tij. Pra që do të thotë ne duhet jemi të mirë në familje, duhet të ndikojmë për uljen e sherrit, por jo të heshtim. Por jo të heshtim. Po ne ka thënë ai. Shikoj. Nëse ne heshtim. Do të sherri me çka ka thënë Sokrati e çka ka thënë Muhamedi. Sherrin e shpjegon më mirë ai që ka bërë sherrin. Ai që flet më mirë. Po të gjithë kemi bërë sherrë, por kur bëjmë sherrë të ringjallemi, vimë më mirë, vimë më të pastër, vimë më burra. Po mirë, zakonisht ti kur bën sherr jep të drejt vetes apo atij që je sherrosur? Jap të drejt tjetrit. Gjithmonë, ë? Se fajin e ke gjithmonë. Jo. Unë jap të drejt. Ku ti jep të drejt? Unë jap të drejt Po tjetrit. ai flet për televizor se është gruaja. Jo, s'bëj sherrë, Dëgjoj çfarë tha. Dëgjoj çfarë tha. Tash ti duke fol për televizor se ke grun duke të pas, se di çfarë po thuat. Po pra ke asë të rref kur shkosh atje. Jo, shikoni emision ekonomike. Si doli buri Miraje, kupton, unë jap drejta saj ka gjithmonë. Ti vetë, ju më di mirë, jo të ta marrë kënë në studio dhe ta pyesin në studio dhe e pyete, edhe thot drejt, nuk ka lidhje. Konkluzioni, unë mendoj që Jo jemi herët akoma për konkluzion. ai kush nga ne do ta shpjegoj më mirë sherrin është ai